Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Llumi i kafes do t'ju shpëtojë jetën. Përdoreni në këtë mënyrë dhe do të befasoheni. Të gjithë me së shumti dëshirojmë të fillojmë ditën me kafe në mëngjesit. Llumi i kafes na nevrikos të gjithëve. Aq më parë nëse nuk arrim të lajmë filxhanin menjëherë pasi kemi pirë kafe. Por mos e hidhni më dhumin e kafes. Ka disa mënyra që mund ta përdorni, të cilat mund t'ju vinë në ndihmë në trajtime të ndryshme. Ato mund t'ju ofrojnë gjithashtu edhe përfitime të mira edhe në largimin e gërvishtjeve dhe njollave në tru. Fërkojeni kafen ose llumin e kafes në vendin e dëmtuar, aty ku është zbehur ngjyra, dhe ngjyra do të kthehet. Aroma e pakëndshme nga duart mund të eliminohet nëse i lani me kafe. Gjithashtu, shtoni lehtë edhe llumin e kafes në bimët tuaja, kështu ato do të ndihmojnë të rriten më shpejt. Ajo mund të largojë erën e keqe të kanalizimeve. Pak lëng kafeje në kanalizime do të eliminojnë në mënyrë të përsosur aromat e pakëndshme kryesisht edhe në pjesën e tubacioneve të lavamanit. Ai vepron edhe si një produkt shumë i mirë në lehtësimin e pickimit të insekteve. Fërkoni llumin e kafes në vendin të cilën dëshironi të mbrojeni nga pickimi i insekteve, sepse aroma e fortë e llumit të kafes do t'i largojë ato. Mund të përdoret për të aromatizuar frigoriferin. Mjafton që në të vendosni një kup me llumin e kafes dhe ta lini të veprojë gjatë gjithë natës, por nëse dëshironi të jepni një aromë akoma më të mirë frigoriferit tuaj, atëherë mjafton që llumin e kafes t'i shtoni pak vanilje ose ndonjë aromë tjetër që preferoni më shumë. Ato mund ta përdorni gjithashtu si një freskues për lokalin. Llumi i kafes në një enë e vendosur në pjesën të ndryshme të banakut do të ndihmojë në eliminimin e erave të këqija, gjë që mund të përmirësojë gjithashtu erën e frigoriferit ose të shportës së mbeturinave. Nëse enët ku janë mbajtur plerat për një kohë të gjatë mbajnë erë të keqe, atëherë në ndihmë do ju vijë gjithashtu edhe llumi i kafes. Atë mund ta përdorni si maskë për flokët. Fërkoni llumin e kafes në flokë përpara se të vendosni shampo dhe e lini të qëndrojë dhe më pas i lani me ujë. Elementët në llumin e kafes do të bëjnë një përmirësim të dukshëm në rritjen e flokut dhe parandalimin e dëmtimit të tij. Llumi i kafes mund të përdoret si një peeling. Përzieni llumin e kafes me mjaltë dhe bëni peeling, i cili mund të përdoret në trup dhe në fytyrë, me të cilin lëkura juaj mund të bëjë gjithashtu edhe një shkëlqim të munguar. Është i shkëlqyer edhe kundër problemeve të celulitit dhe gjithçka që ngelet është vetëm ta provoni. Llumi i kafes mund të përdoret për reduktimin e celulitit dhe jo vetëm. Përzieni në një tas llumë kafeje të ngrohtë me një lugë vaj ulliri ose bajamesh ose me të arrave. Ndërkaq, zona e lyer me këtë krem mbështillet me një qese kuzhine dhe lihet për të paktën minimumi 5 minuta. Pasi të keni hequr qesen, qetësoni me një dush të ngrohtë dhe përsëriteni këtë proces 2 herë në javë. Ato mund ta përdorni gjithashtu edhe si një fertilizues për bimët. Llumi i kafes i përzier me ujë është i shkëlqyer për ushqimin e erpashershme të dheut të luleve shtëpiake, duke pasuruar atë me produkte mjaft të mira, duke sjellë kështu edhe përfitime më të mira në shëndetin e përgjithshëm. Nëse kënaqeni duke pirë kafe turke, mos e hidhni asnjëherë edhe mbetjen çaj o ka, pasi mund të sjellë përfitime të mira edhe në trajtimin e një sër komplikacionesh. Kafeja është një nga pijet më të konsumuar dhe sipas statistikave më të fundit, njerëzit zakonisht llumin e saj e hedhin, por pasi të dëgjoni këtë video deri në fund do të mendoheni përsëri. Llumi i kafes ka përdorime praktike si në shtëpi ashtu dhe në kopësht, madje mund të ndihmojë edhe për shëndetin e lëkurës së huaj. Në këtë video sipas zbrajtësisë saj, do të listojmë disa nga përdorimet më të mira, të cilat mund të lehtësojnë gjithashtu edhe dietën tuaj. Ato mund ta përdorni si pleërim për kopshtin tuaj. Ato që kanë në kopësht dhe ato që kanë në balkonin e tyre vazo me lule e dinë që pleu jo gjithmonë është i pasur me vlera të nevojshme. Për më tepër bimët që ju keni mbjell, i thithin të gjitha këto vlera duke lënë pleun të zbrazët.
Llumi i kafes përmban disa mineralet kryesore që nevojiten për rritjen e bimëve siç janë nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, hekuri, fosfori dhe magnezi. Gjithashtu llumi i kafes thith edhe materiet e dëmshme që mund të kontaminojnë plehun. Për më tepër, llumi i kafes tërheq edhe krimat e tokës, të cilat janë shumë të nevojshëm për ajrosjen e kopshtit tuaj. Nëse nuk e dini se si ta përdorni, është shumë e thjeshtë. Mjafton vetëm ta spërkasni plehun me llumin e kafes. Ai mban larg gjithashtu edhe insektet. Disa përbërës që gjenden në kafe të tilla si kafeina mund të jenë shumë toksike për insektet. Për këtë arsye ju mund të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdisshme si mushkonjat ose mizat. Këshillohet të spërkasni oborin tuaj me këtë përzierje ose ta lini disa enë të mbushur me llumin e kafes në dritare. Nëse doni të mbani larg kërmijtë nga bimët tuaja, sugjerohet të spërkasni rreth kërcellit të tyre me llumin e kafes. Ajo neutralizon gjithashtu aromat e këqija. Arrin të neutralizojë aromat e ndryshme duke u mundësuar që të mos mpihen shqisat e nuhatjes. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogjenit i cili eliminon aromat e forta. Ju mund të vendosni një gotë me llumë kafeje në frigoriferin tuaj për të pastruar atë nga aromat e ushqimeve të ndryshme. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes dhe pasi ta keni tharë, do ta vendosni në këpucë, në çantën e palestrës, në dollapin ku mbani rrobat ose në makinë. Madje mund edhe të lani duart me të. Pasi keni qëndruar hudhrën, qepa mund t'i mbajt larg gjithashtu edhe aroma e peshkut me llumin e kafes. Atë mund ta përdorni si një përbërje natyrale për pastrim. Llumi i kafes, duke qenë i ashpër, ndihmon në pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme, përveç se pastron edhe dezinfekton në saj të vlerave antibakteriale që ka. Sugjerohet se ju mund të përdorni llumin e kafes për të pastruar lavamanin, sobën, madje edhe enët e gatimit, por sigurohuni që t'i shplani me ujë të bollshëm pasi i keni përdorur. Ajo trajton rrafët poshtë syve. Lëkura afër syve është vendi i parë ku shfaqen edhe shenjat e para të plakjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrafëve të zinj në fytyrë edhe poshtë syve, përfshirë edhe qarkullimin e pamjaftueshëm të gjakut. Llumi i kafes është një zgjidhje premtuese pasi është e pasur me antioksidant dhe kafeinë. Ai mundëson uljen e inflamacionit dhe entjen, dhe sjell gjithashtu rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Përmes antioksidantëve lufton radikalet e lira dhe parandalon krijimin e rrullave. Mjafton vetëm të shtoni pak ujë me pak vaj ulliri në llumin e kafes duke formuar një pastë. E aplikoni në zonën poshtë syve dhe e lini për 10 minuta dhe më pas e shplani. Mund ta përsërisni këtë proces për çdo ditë për të marrë gjithashtu edhe përfitimet e tij më të mira. Gjithashtu, llumi i kafes mund të jetë një zgjidhje shumë efektive në trajtimin e një sër komplikacionesh. Ai mund t'i japë shkëlqim flokut tuaj. Për flokët e errtë, mbetjet e kafes mund të rikthejnë flokun në shkëlqim dhe fortësinë e munguar. Para se të lani flokët me shampo, hidhni në flok të lagur mbetjet e kafes që keni mbledhur për disa ditë. E aplikoni direkt në skalp dhe masazhoni rrënjën e flokëve për disa minuta. Më pas e shplani normalisht dhe do të shikoni se sa të butë dhe plot me volum do t'jenë në flokët tuaj. Gjithashtu, ushqen lulet. Llumi i kafes mund të veprojë si ple shumë i mirë për lulet tuaj ose bimët që mbani në vazo. Pasi do të sigurojë atyre lëndët ushqyese si azoti dhe kaliumi, përdoreni për të ndihmuar bimët tuaja që të rriten më shumë. Ajo është i mirë edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe kafshëve tuaja shtëpiake nga pleshtat. Nëse qeni juaj ka pleshta, përdorni mbetjet e kafes për të zhdukur këto të fundit një herë mirë nga lëkura e tyre. Fërkoni qimet e tyre me mbetjet e kafes dhe do të shikoni se si do të pastruhet gëzofi i tyre. Do të mbahet gjithashtu larg insektet nga shtëpia ose nga ambientet ku banoni, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë efektive nga përdorimi i llumit të kafes. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.